Ti mendon të bëj një pyetje? Zhaku që shkon të bëj kaos në ferm. A mendon që është e drejtë, ka shi të gjithë atyre që kanë 70 e ca ditë aty, do ta pyes dhe Angelin, se Angeli ka qenë në reality gjithashtu. Shiko, unë e kemi ndjek Zhakun prej një jete, madje që kur nuk ishim as unë as ajo të njohur, edhe Zhaku që më ka qenë personi rebel, kontroversal, që të bëj, do më thënë, nuk e di, duke sigur ushqet nga ajo kundërshtia ose rebelizmi, por më duket mua që në këtë herë, do më thënë, ky rol që zgjodhe, ky regjistër që zgjodhe, më duket se këtë mundësi e dogje kot. Po pse? Sepse mund ta kishte shfrytzuar në një tjetër form të nden. Si për shembull, çfarë do kishe bërë ti ndryshe? Po, në vendin tim. Mbi të gjitha, unë nuk do luftoja kundër të gjithëve. Do kisha pasur, të thuash, qoftë edhe një. Po, edhe mua më luftuan të gjithë. Edhe mua më luftuan të gjithë. Plumbin e parë ja gjuajt e ti të gjithëve, do që kur u fute. Edhe kjo ishte një zgjedhje jota. Po duhet sulm, duhet, për ça hyet në lojë, me sulmua po. Dakord, po mund të futesh edhe me lule, edhe me... Pa e është hipokrizi pastaj. Jo, pse? Unë hipokrizi. Ti po bashkëton me ata njerëz. Po mirë, dhe kam bashkëtuar shumë mirë, kam gatuar për ata. Zhaku nuk mund ta bënte këtë, duke qenë se tha unë hyra për kaos edhe ta lidh me pyetjen që tha Arbana. Nëse dikush vjen në një pikë të caktuar të lojës dhe kaosi është strategjia vet, shumë fajn, në më thënë, jam shumë okej që dikush ta përdori si strategji, po unë jam kurios të di në favor të kujt, pra për të favorizuar kjo strategji, ty apo ata, që kjo ishte pyetja ime dhe kur ishe aty brenda. Sigur nuk favorizova veten, do të thone. Me çfarë qëllimi, bëra kurban veten. Po si vetvrasje, do me thënë, një kaos për t'i dëmtuar veten nuk më bën sens, do me thënë. Nuk e di, sepse unë me gjitha ati kaosi mund të kem treguar vërtet një lloj paqartësie në veprimet e mia, por kam treguar disa vlera karakteriale, qëndrueshmëri, Pa diskutim, mua më pëlqen sinqeriteti jot. Drejtësi, do me thënë, fakti që nuk bëhem servile ushtare askujt, pra që këto të vlerësohen, dhe këto të tjerat mos vlerësohen, Vetëm më jep përgjigjen, të lutem. Po ja, pra kjo është përgjigja. Nuk është se kam bërë kurban veten me dashje, me thënë drejtën, nuk ishte ai qëllimi im, ishte thjesht të jetoja. Qa shikonim neve ishte që ti zgjoshe, merrshe bukur me vete këtu poshtë sjetullës edhe do t'i bi këti sot. Jo, edhe bame. Sepse të gjithë të tjerët i ke pat në përcepa, duke intriguar, duke vër plane, duke folur, duke hedhur helm. Qa është diçka që ne ndoshta sepse ti ke qënë për një farë kohë edhe jashtë dhe pastaj brenda, qa është një gjë që ne nuk e perceptojmë dot për shembull? Hipokrizina atyre dhe aftësim për të manipuluar. Aftësia për të manipuluar në çfarë forme bëhet? Tjetërsojnë plotësisht gjërat që ndodhin, i përsërisin aq shumë gënjeshtrat sa që filloni dhe ju i besoni pastaj. Nuk e shihni bullizimin që më bëhet mua, shihni vetëm këtë bukën me vete që sherë mali. Nuk e shihni padrejtësinë që ndodh ndaj meje, shihni vetëm atë sulmi dhe kaosi. Jo, ato i kemi parë nëse përderisa të kemi dhënë të drejtë ose kemi mbajtur anën tënde në shumë situata, thotë që i kemi parë. Se unë edhe jam dhunuar fizikisht, do me thënë, jeni marë më shumë me mënyrën se si i shkoj t'i ndrojë një gjakon. Ne me këdo që del... Ishte më shumëtuar ajo shtyrja se sa ajo që bëre ti. Po, tashti unë s'kam quajtur njeri Pler, Zhulc, edhe prap këto favorizohen më shumë se sa unë që trajtoj gjërat në mënyrë pak më artistike dhe komike. Ne me këdo që del mundohemi të shkojmë pak në bërtham që të kuptojmë. A e di që të kuptojmë që ndoshta ta bëjmë më mirë punën tonë ose ju e bëni shumë mirë punën tuaj edhe pramin tjetër të kemi diçka më shumë në favorin tonë për të thënë. Prandaj doja të dija pikërisht të gjën që ky kaosi erdhi për të çuar veten diku më larg ose për të çuar dikë më larg ose për të hequr dikë.
kaq, kjo ishte... Për t'u argëtuar, me thënë drejtën, Angel, ishte shumë e thjeshtë, sepse ishte më e thjeshtë se kaq. Nëse është kjo, ma besoj janë argëtuar, edhe ata jashtë janë argëtuar, ma besoj. Po, edhe jemi argëtuar edhe të gjithë bashkë, pavarësisht se sa mund t'jem anatemuar, apo tjere, prap një farë argëtimi e kemi pasur të gjithë bashkë, edhe unë këto momentet e bukra do t'i shohim tani, i ke shijuar, i kemi përmbledhur në një klip, dhe kjo ka qenë Zhaku brenda fermës, e ndjekim bashkë. Duke fillu nga nesër do bëjmë spektakël. Hynia juaj mund të më thrasësh. Mi do javim plakat. Unë e kam Madre de Dios, ke shtetin vete. Jam fakir, një shtrat të thatë dhe kam. Shtetin vete sa po lindi. Kam bindur kontesh. Hajta inspektojmë ciklopën tani. Tani u bëra hynesh. Do bëjmë qik pun tani. Më duhet zhëvëtori. Prit pak zemra i qenë qik këmën. Mbaj kafe këshu. Pides në sfitesh të më? Më duhet gjithmonë një shpëtor nga mbrapa. Koka në Stamboll, trupi i vërdall me poni. Si natyrë jam shumë e mbyllur. Vajzani. Jam shumë introverte. Lek disha. Nuk më intereson fare mendimi asnjëri ju. E kapa dhe dhura. Kam shumë qarë. Tu kanë artë njerëzit e dur. Hajde le për ush, beshka ush. Hajde të shteti janë. Menoni gjonat bukra, aj manifest, shërim për të tërë. Faleminderit Agalesh. Nuk e kuptojnë rëndësim e një kliri. Bëjmë ta më meksikane. Do bëjmë të pak sik visi, të të gëmë qik shefin. Ke marro babanjut apo do lajmin nu do bashkë? Më ka habitur shumë. Pikërisht për këtë arsye duhet vish ke në. Survivor! Zhak, kush janë për ty 5 finalistët? Kush shkon në finale? Mendoj se shkon Monza pa tjetër, Visi, Iliri dhe Soni. Jo, sa janë 4? Janë 4. Monza, Visi, Iliri, Soni dhe 1. Base shkon edhe Romieri. Okej. Sonte do të shpallim edhe garën për finalistin e parë në fund të programit, kështu që kemi një mal me gjëra.